Princi kurorës të Arabisë Saudite ka bërë një vizitë mbas vizitës që bëri presidenti Trump në Arabinë Saudite, i ka kthyer vizitën dhe nga $600 miliard që ishte premtuar për të bërë investime Arabia në Shtetet e Bashkuara, tashi është marrë një angazhim për $1 trilion, nuk ka pasur marrëveshje të nënshkruar publikisht, këto thjesht janë deklaruar nga mediat pranë shtëpisë së bardhë. Njëkohësisht ka filluar të prishet ajo që quhet MAGA ka shenja në Shtetet e Bashkuara, pasi një kongresmene amerikane e shtetit të Georgias, po më kujtohet emri, ish bashkëpunëtore shumë e afërt e Trumpit, Marjorie Taylor Greene. Po, Greene, ka deklaruar që nuk kanë rënë dakord në lidhje me subvencionimin e mbrojtjes ushtrisë izraelite nga në Shtetet e Bashkuara, këtë kohë që ka ardhur Trumpi në pushtet dhe mbështetjen që i ka dhënë Izraelit, dhe së dyti në lidhje me çështjen e dosjes Epstein, ku ajo ka insistuar për të bërë publike dhe të bëhet transparencë maksimale dhe Trumpi ka filluar ta quajë të çmendur. Ajo ndërkohë ka filluar të flasë që ka pasiguri për jetën e saj, pra MAGA ka filluar të jap shenja që është duke u shkërmoqur.